Agjenci turistike në Ferizaj janë në vlugun e punës për këtë sezon verore. Shumica prej tyre kanë filluar të bëjnë oferta për qytetar për Bregdetin shqiptar dhe atë në Malin e Zi. Disa prej tyre janë edhe Arbeni Tours e Arditi Tours. Në këto kompani tregojnë se interesimi për deti është i madh, por krahasuar me vitin që shkoi, qershori si vjet dallon për ma pak turist. Albert Fazliu nga Arditi Tours tregoi se vetëm sot janë nisur 6 autobus për në Velipoj e Durrës, derisa vitin e kaluar në ditën e 2 të Bajramit ishin nisur 12 të tillë. Në kodër 4 linjave që kena të rregullta Ferizaj Tiranë Durrës, në 5, 11, në 4 edhe 10, që i mojna 12 muaj. Tash kena filluar nga një qershori me linjat sezonale për Durrës çdo ditë, 4 herë në ditë, ku linja e mëngjesit në ora 5 është ofertë 8 euro bileta kthyese. Shëngjën Velipoj kena çdo ditë në ora 5 mëngjes, ku edhe ajo është ofertë 8 euro bileta kthyese. Ulqen kena çdo natë me nisje në ora 22 nga Ferizaj, 10 euro bileta kthyese ku kushton aty, ku të vetmit jena që shkojna për Sarand dhe Ksamil, ku bileta kthyese kushton 20 euro, ku ka çdo natë nisje në ora 21 nga zyra jon këtu në Ferizaj. Kena aranzhmonin në Velipoj, ku për 130 euro 10 ditë me 3 racione është për te Hotel Arginti në Velipoj. Kurse për në Ksamil e kena kompleksin Gjilani, ku 10 ditur me all ekskluziv është për 450 euro, do më dhe për 10 dit për person. Për person 450 euro është, ku është një plazh në Ksamil tepër e bukur, edhe është një pronor që ka i Gjilanit, i ka 6 hotele atje dhe është menuja kosovore. Për ofertat të lira, flet edhe Gentian Fazliu nga Arbeni Tours. Ai tregon se nga kjo kompani më së shumti po shiten bileta për Sarand. Bregdeti ma i vizitum është Saranda, Ulqini, Velipuja, Shëngjinja dhe Durrësi, po ma shumë kohë interesim për Saranda dhe për Ulqen. Interesime prej hotele për gjitha vende turistike kemi morë, si në Sarand, si në Ksamil, si në Ulqen, si në gjitha Bregdetet ku i vizitojna me autobus. Ofertat nuk janë të shtrejta, silën dikon 150 euro për 10 ditë, me transport, me fjetje, me gjitha, me akomodim komplet. Kompania ju një plëtson gjitha kushtet e transportit ndërkombëtar, publik. Jemi kompani që me traditë shumë vjeqare. Biletat për Bregdetet shqiptore janë shumë tolta. 10 euro kthyse, 15, Saranda është 25 euro kthyse, kështu që nuk janë për Kosovë janë taman. As nuk janë të nolta, as nuk janë taman. Po. Këto oferta verore për qytetarët e Ferizajt po duken të kapshme për xhepin e tyre. Thonë se pavarësisht situatës ekonomike, ata mund të kursejnë së paku për të pushuar deri në 7 ditë. Më të drejtën pasi janë temperaturat e larta, ku i ka mundësi për shembull për me shkuar o mirë munis. Se agjencioni është i mirë, udhëtimi është i mirë, autobusat të nivel. Disa kanë, disa s'kanë, po njeri sa ka mundësi që që pagun me ne. Me ka po shkon jo? Po shkon me bashkëshortën edhe me vajzën. Ku po shkon e? Po shkon një Shëngjin po shkon. Pse e ke zgjedhë Shëngjinën? Po do këse vendi ma i përshtatshëm edhe ujë i mirë, pak edhe më afërt. Çdo familje ka mundësi me shkuar. Monët, po. Ka mundësi, sipas mendimin tim. Ku kryesisht në Po, në Bregdetin tonë, ma shumë ti. Ku ju personalisht po shkoni? Në Velipoj. Pse zgjedhni Velipojën? Po nuk di. Nuk ka pëlqyer aty edhe ma mirë. Me familje që? Po, shumë mirë është, shumë mirë. A janë kushtet që tash ta mujnë i botë qytetarë disa të holla sa për pushim? Disa, janë bërë që tash për familjeve. Sa antar të familje që ka konsum. Përveç Bregdeteve më afër, agjencionet e Ferizajt po kujdesen që qytetarëve të vet tu ofrojnë edhe oferta për Bregdetin turk. Përfaqësues të Venera Toursit në Ferizaj tregojnë se për Turqi si vjet vrehet një interesim i madh, sidomos i atyre me familje, derisa vitet e mëparshme atje më shumë shkonin çiftet. Edhe çdo vit po ka risi hotele të reja, me bani ndryshim ose ndallim për vitit kalum, si vjet pak çmimet janë më të larta. Viti kalum ka qenë premi për si çmim, kurse si vjet oferta speciale ka, po në atë kuptimin pak jo të çmim të lirë. Është pak një ndryshim, është po prap ka oferta, se ka hapësirë, ka mundësi. Turqia si
vendi I parë më thonë për turizëm mëna me cekë edhe në Evropë, kudo që tjetë, që ofron kushtet. Ofron kushtet, cilësi. Për siguri, s'kemi qa me folë, se varet që si zakonisht ju shpëndodhen si çdo punë. Na më bojmë përgjësi prej momente që e merë biletën të na, deri sa të kthehet e më bojmë përgjësinë e klientit. Gjithçka që ne I bëjmë aranzhmanet, ne I bëjmë hotelet me 5 yje, për një arsye që njerëzit me ndi vetin pak edhe të sigurt edhe ma komod. Hotelet me 4 yje dhe 3 yje nuk I propozojmë kërkujt. Për një arsye që është shumë dallim I vogël, edhe janë ato hotelet me 5 yje janë all inclusive dhe ultra all inclusive. Si sillen çmimet e tyre krahasisht prej tash me sezona. Sezona e majit fillon për 21 majit, ku janë oferta shumë të mira. Në atë kohë është edhe një klimë shumë e mirë për ata, sidomos për të më shumë edhe për familjarë. Sezona qershorit ka pas oferta, edhe sidomos dallojnë pak në kohën e Ramazanit apo diçka ka oferta. Fillon sezona e korrikut, është sezon e lartë, high sezon. Që nuk kupton që korriku, gushti edhe shtatorin vërtet janë sezonat larta, që çmimet dallojnë. Çmimet dallojnë edhe fillojnë prej 500 euro, 450 deri më tutje. Varet prej hapësirës edhe prej hotelit. Sipas ofertave të agjencioneve turistike në Ferizaj, bileta kthyese për në velipoje Shëngjin sillet prej 8 euro, në Ulqen 10, ndërsa për Sarand prej 15 deri në 25 euro. Sipas të dhënave që kanë, brenda ditës këto kompani në Bregdetin shqiptar dhe atë të Malit të Zi çojnë me autobuset e tyre rreth 300 pushues në ditë.